drejt dikur bukur shumë dhe kalun disa orë para dite, ju shtua shumë dhimbta pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe i tha Aishës, rëma Fatime, rëma bëni këtu afër. Erdhi Fatimja afër, ju gju pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e përçafoi shumë, e puthi Fatimen, e afroi afër veshin gojës tina dhe i tha diçka në vesh Fatimes. Ja nisi me kajt Fatimja shumë. Pastaj sërish ja boni me dorë, afër. Dhe i foli prapë në vesh diçka. Fatimja e nisi me kesh. Pastaj dha mysh dhe Fatimes, thoi bia jam, ti je zonja e grave të xhenetit. Aisha radiallahu anha po këqyr pak më larg. Dhe po që ditët pse Fatimja njëherë e kajti, e pastaj keshe. Dhe po thot Aisha mas handej u dhon krejt. Thot o me t'pikin zemër, dhe nuk mujta me najt për e pyet Fatimen, pse atë ditë kur bëq pejgamberi njëherë e kajti, pastaj keshe. Kajta, sepse pejgamberi gabem tha u i bi, Allahu azza wa jall mas kësaj dite, mas këtyre dhimbëve, nuk i qenë babës të vit. E dita që po vdes, e ja nisa me kajt. Pastaj më afroi dhe më tha, ti o i bi, je njeri i parë që ki mu taku me mua mas me. Pra ki me vdek frek, edhe me kanë shku 6 muaj mas vdekjes pejgamberit, ka vdek edhe Fatimja radiallahu anha. Fatimja s'kone në alvajnë edhe për thët mirë u le përdhim të babës. Mirë u le përdhim të babës temë. E pejgamberi për i të toj mi, babër në ka dhejnë më masotit. Se gjëvim të punën për babën ta. Alayhi salatu wassalam. E thjeri Hasan dhe Hisein, tha me bindje dënikat e mi. I përqafaj shumë, ishte nga i shumë, po që madhë me ta. Dënën Hasani dhe Hiseni. Aisha për thëtë, Allahu e pasi ashtë e dhim të hala ma shumë. Dhe morë dhe qita praha, pejgamberin alayhi salatu wassalam, dhe hynë vllai jam Abdurrahmani, dhe në goje kishte një misfak, dhe pesha pejgamberi se pjak qyrë gojën e tij dhe misfakun, e ma morë mendja se po i pëlqen misfakun, dhe i thash, ata marrë të abi, a boni me kry po, dhe ja morra misfakun, e ja dhash dhe ka dalë, shtinin gojën e vetë, por e poshtë që shka një fort misfakun, dhe thash, a ta zbuti pak, a boni me kry po, dhe mora tham gojten,
e laga me pështymen tem. Pastaj e dhash pejgamberit alayhi salam dhe tha pështyma jam për herë të fundit u bë bashkë me pështymen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ju shtu në dhimbë shumë alayhi salatu wassalam dhe në këtë kohë të vështirë në çastet e fundit jetës vet thot as-sala wa ma malakat aymanukum namazin o ju musliman mëselani namazin o ju musliman mëselani edhe për thot inna lil mauti sakarat me të vërtet vdekja pas ka dhimbë të mëdha me të vërtet vdekja pas ka dhimbë të mëdha vdekja ka siklet vdekja ka zahmet vdekja ka gazep vdekja ka mund dhe ka vështërsi inna lil mauti sakarat dhe pasat ndëgjova duke lexuar ajetin kuranor ma alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa e kuptova se Gjebrail alayhi salam është duke pyetur apo don me nai deri në fund të dunjas se me të bo Zoti mret apo po don me shku te i madhi Allah e zgjedhi me shku te i madhi Allah edhe për përsërit fjallën الرفيق الأعلى triher po du me shku te i madhi Allah te i madhi Allah te i madhi Allah dhe me gish për bën përpjet dhe ju nalë zani dhe ju nalë dora dhe ju nalë fryma dhe vdeq alayhi salatu wassalam në prahën Tajshës radiallahu anhu vdeq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qysh me përjetu tash muslimat vdekjen me pejgamberit alayhi salatu wassalam qysh me përjetu këtë vdekje shkojni tregojni shpejtësi e Abu Bekrit se pejgamberi ka vdek dhe vjen Abu Bekri të shpejt në dhomën e bijës dhe Tajshës ku pejgamberi rat por jo fjet por i vdekon i blum ja çplan fytyrë dhe puthën mball dhe thët ja Rasulullah për ty e kisha dha nanën dhe babën dhe krejt dy janë Allahu qatë vdekje që ta ka shënu e ke shiju dhe dy vdek Allahu ty nuk ti ka caktu pas ta i tel jashtë dhe umës duke kajt me lërësi në gjami pejgamberit ku ishin ledhur muslimën dhe ishin hutuan nuk va bërë të mendje se pejgamberi ka vdek në kryetyre Omeri radiallahu anhu thënë të mos t'ja një zanin dikuj që më thëtë se ka vdek pejgamberi se kam ja hje kry qpat sepse pejgamberi nuk ka vdek por ka shkue të Allahu si kërse Musa që ka shkue e pastaj është thy e Abu Bekri hini me i qëtësu tha ju njerëz ullno tha Omerit ullo i meri nuk ka ull pastaj Abu Bekri anisi me fol tha o ju njerëz a i cili adhuron Muhammedin Muhammedi ka vdek o kryaj e pun ndërsa a i cili adhuron Allahun Allahu është gjall a i nuk vdes وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل dhe lexoj këtë ajet kuranor dhe Omeri radiallahu anhu kur e lexoj këtë ajet kuranor o ndal edhe ju duk se kurse për herë parë po ndëgjon sepse nda është qartë se dhe pejgamberët e tjerë para ti në kanë vdek edhe këtë duhet me vdek edhe onale ajo brime madhe që ishte muslimanve që s'mund të pajtonin se pejgamberi ka vdek vdek alayhi salatu wassalam e që shtë nese radiallahu anhu dita më e ndriquar njetën ton ka qenë atë ditë kur pejgamberi ka ardhur në Medinë
ndërsa dita më e zëmt dhe më e zez ka qenë dita që ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kaloj dita hanë krejt dhe musliman derisa po qetësohen, e pastaj u angazhuan kënë me zgjedh mas pejgamberit alaihi salam dhe e zgjodhen Ebu Bekrin. Dhe ditën e martë e lajten pejgamberin alaihi salatu wassalam, e pastaj në mbrëmje krejt e varrësen dhomën e tij ku ka vdek, dhe hynën muslimant 10 nga 10 ja fal namazin dhomë se cili vetën jo me xhamat, e pastaj gratë, e pastaj edhe fëmija. Vdeq dhe shkoi pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam. Fatimja hala nuk po mundet me pajtue me vdekjen e babës vet. E po I thotë Enesit radiallahu anhu Anas, qysh ja mor mendja juve me I qitë dhe ftyrës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Qysh ja mor mendja juve? Qysh mujt me bo ball me hudhë dhe mbi ftyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Çka me thonë Enesi? Për pos me kajtë dhe më mërzit, e përgjegja është e qartë, se edhe ne nuk kem pas qef me I qitë dhe edhe me vdek kur, por është ligji Zotit, a I vet na ka mësu neve alaihi salam, se njeriu kur vdes, dohet me shtin dhe me mlu me dhe ne vetëm atë kryem, dhe manetin e tina e qumë në vend, edhe ne jena të mërzitur e Fatime si kurse ti, por ja që është ligjit madhit Allah, inneke mejitun wa innehum mejitun, ti ki me vdek, por dhe krejt ata kanë me vdek. Vdish pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por Islami nuk vdiq, Allahu nuk vdes, ajo është gjallë dhe kërkan prej ne që ta ruajmë dinën e të madhit Allah, të lidhemi me atë që është gjallë, sepse atë kem besu për Zot. E të bim salavat shumë mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, duke lutur të madhin Allah që të na mundsoj e të kënaqemi nesër me të ditën e gjykimit, ta shohim atë ftyrë të ndriçuar, ta përqafojmë atë ftyrë të ndriçuar, e t'ja puthëm ato dur të mira që I ka pas alaihi salatu wassalam, e të kënaqemi me të dhe me shokët e tij dhe me të gjithë ata të cilët e kanë ndjekur rrugën e tyre. Allahu na bëh prej tyre ya Rabbel Alamin. Allahu na bëh prej tyre ya Rabbel Alamin. Allahu qoftë I kënaqur me neve në këtë muaj të madh të bekuar, e qoftë I kënaqur me neve ditën e fundit jetës tonë, e fjalët e fundit jetës tonë na mundsoft me qenë la ilaha illallah. Allahu na kënaq ditën që kemi morin gjallë dhe para të madhit Allah kemi me dalë. Allahu na lehtësoft llogarin, e na forcoft kamtën e sirat, e na mundsoft më futën në xhenet ya Rabbel Alamin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وجوها لم تزل مثل السحاب، من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب. نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب، من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب، عند من كل الهضاب. في صليل للصارم تحت رايات العقاب، جاش في صدري لهيب واجل يوم الضراب. في صليل للصوارم تحت رايات العقاب، جاش في صدري لهيب واجل يوم الضراب، واجل يوم الضراب.